Përshëndetje të dashur miq, siç e shikoni, për sot kemi përgatitur pica. Dhe kjo picë është bërë me brumë të fermentuar, që unë e përdor jo vetëm për këtë recet, por edhe për të përgatitur bukë, petulla e shumë receta të tjera. Fillimisht do heqim 150 gram nga brumi i fermentuar, do ta hedhim në një enë dhe aty do shtojmë ujë të vakët. I trazojmë mirë bashk. Fillojmë me përgatitjen e brumit për pica. Këtu kemi 400 gram miell dhe do bëjmë 2 pica. Do shtojmë 1 lugë çaji me krip, në mes brumin e fermentuar dhe 3-4 lugë vaj ulliri. Zëm brumin duke e shtuar ujin gjithmonë pak nga pak deri sa të na pëlqejë konsistenca e brumit. Brumin e picës unë preferoj që ta zë pak të ujshëm dhe jo shumë të ngurtë. E punoj mirë dhe gjatë punimit në fund fare i lyej duart pak me vaj ulliri, pasi ndihmon shumë, sidomos kur brumi fillon dhe ngjitet nëpër duar. Gjithashtu edhe enën është mirë ta lyejmë pak me vaj ulliri dhe brumin do ta lëmë që të pushojë për 1 orë para se t'i bëjmë palosjen e parë. Zakonisht për pica unë preferoj që brumin ta palos të paktën 2 herë. Herën e parë brumin e palos pas 1 ore dhe herën e dytë e lë që të vijë për 2-3 orë të tjera para se ta palos përsëri. Dhe më pas brumin do ta lëm që të vijë plotësisht edhe për 2-3 orë të tjera deri sa brumi të jetë ashtu siç duhet për të përgatitur picat. Fillimisht masën e brumit do ta ndajmë në 2 pjesë, se siç e tham që në fillim, sot do përgatisim 2 pica. E shikoni edhe vetë se sa mirë ka ardhur. E hapim në këtë mënyrë, e presim në mes me qëllim që të dyja masat të jenë të barabarta dhe çdo pjesë do ta palosim disa herë në këtë mënyrë duke i dhënë formën e rrumullakët. Palosja e brumit në këtë mënyrë bën që picat të dalin sa më të mira. Pas i japim formën e duhur, do t'i lëmë të pushojnë mbi një sipërfaqe ku e kemi pudrosur pak edhe me miell, të paktën edhe për 30 minuta të tjera. I mbajmë të mbuluara dhe kur t'i kemi gati, fillojmë me hapjen e picës. Brumin është mirë që ta vendosim në një sipërfaqe ku kemi vënë edhe miell semolina, sepse është më e lehtë për ta hapur picën ashtu siç duhet. Madhësia e picës varet nga dëshirat dhe preferencat tuaja. Pasi e kemi hapur ashtu siç duhet, e vendosim në një tavë ku kemi vënë poshtë dhe letër pjekje. Fillojmë me përgatitjen e mbushjes së picës. E para që do hedhim është salca e domates, më pas kemi vendosur djath kaçkavall dhe mozzarella të freskët. Mbushja e picës varet nga preferencat dhe shijet tuaja. Ne sot e kemi lënë të thjeshtë, vetëm me kërpudha dhe speca. Në fund fare do t'i hedhim pak vaj ulliri që e kemi përgatitur me borzilok të freskët. Pjekjen do ta bëjmë në 220 gradë dhe furra duhet të jetë e nxehur para kohe, të paktën 5 minuta para se ta vendosim për pjekje. Ne preferojmë që ta pjekim gjithmonë në pjesën e poshtme të furrës me opsionin e rezistencës poshtë, pasi në këtë mënyrë jo vetëm që del shumë e shijshme, por edhe shumë krokante. E lyejmë me pak vaj ulliri dhe borzilok anash dhe e presim sipas dëshirës. Pica e përgatitur me brumë të fermentuar jo vetëm që del shumë e shijshme, por është edhe shumë herë më e shëndetshme se sa pica që përgatitet me maja. Uroj dhe shpresoj që ta provoni këtë recetë dhe ta shijoni me familjet tuaja.